Tirana u kthye në kryeqytetin e diskutimeve të iniciativës infrastrukturore të korridorit të 8, që ndërlidh detin e Adriatik me detin e Zi. Ministrat e jashtëm të vendeve që janë pjesë e projektit u pritën nga kryediplomatja shqiptare Elisa Spiropali, e cila shpjegoi dhe përfitimet e këtij projekti me rëndësi. Rrugët, hekurudhat, portet dhe lidhjet energjetike janë asete strategjike. Korridori 8 është i vetmi aks i vërtet lindje perëndim në Europën juglindore. Ai lidh Adriatikun me detin e Zi përmes vendeve tona, të gjitha anëtare të NATO-s. Kjo jep këtij korridori një dimension të dytë shumë praktik. Ai nuk është vetëm një projekt ekonomik dhe integrues, ai është edhe një korridor ndër veprëshmërie. Si përfaqësuesi i Italisë, kryediplomati Antonio Tajani e cilësoi Shqipërinë tashmë një vend evropian, ndërsa shtoi se korridori 8 është pjesë e strategjisë për bashkimin e Ballkanit me Unionin. Jam dakord me ju se dhe për Italinë, korridori 8 nuk është vetëm zgjedhje teknike, është zgjedhje politike, se kjo është pjesë e strategjisë tonë për bashkimin e Ballkanit. Është përparësi strategjike për qeverinë italiane. Do të bëjmë maksimumin t'ju ndihmojmë që të bëheni pjesë e BE-s dhe jam i qartë për Ballkanin Perëndimor. Ministra zyrtar të vendeve të tjera pjesëmarrëse si Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Rumania theksuan se kjo iniciativë lehtëson bashkëpunimin mes vendeve. Këto rezultate duhet i ndjejnë vetë vendet dhe vetë qytetarët, distanca më të shkurtra, më të shpejta dhe zbatimi standardeve evropiane. Korridori 8 mund të shndrohet jo vetëm në një aks ndërlidhje transporti, por edhe energjetike dhe të rezistencës. Në këtë kontekst, korridori 8 duhet vlerësohet në aspektin e rëndësisë së vet politiko-strategjike të ndikimit rajonal ekonomik, si dhe domethënien e tij strategjike të mbrojtjes. Zyrtarët pjesëmarrës pranuan gjatë sesionit të diskutimeve se ky projekt do të sjellë frytet e tij gjatë viteve në vijim.